Mes grumbujve të mbetjeve dhe renojave, fëmijë të vegjël përpiqen të nxjerrin hekurat nga shtëpitë e shkatëruara në zonën e urës së Dajlanit, në lagjen numër 14 të Durrësit, aty ku fadromat ka nisur shembjen e banesave. Sipas planit të autoriteteve, 16 shtëpi do të rrafshohen plotësisht, si pjesë e masave të marra pas përmbytjeve të 6 janarit. Banorët shprehen se ndërhyrja po kryhet pa u ofruar asnjë alternativë strehimi, ndonse shumë prej tyre jetojnë në këtë zonë prej më shumë se 3 dekadash. Ata tregojnë se janë njoftuar vetëm pak ditë përpara, përmes një dokumenti të paqartë, dhe se prishjet nisën menjëherë, pa ju lënë kohë për të larguar orendit apo për të gjetur zgjidhje të tjera. Sipas dëshmive, shtëpitë janë ndërtuar dhe mbajtur prej vitesh si e vetmja strehe familjeve, përfshirë anëtarë të komunitetit rom dhe egjiptian. Pas ndërhyrjes, shumë familje kanë mbetur në rrugë, duke kaluar netët jashtë, në kushte të vështira dhe pa mbështetje institucionale. Autoritetet e lidhin aksionin me pastrimin e kanalit kullues dhe parandalimin e përmbytjeve, duke e cilësuar atë si të domosdoshëm. Megjithatë, banorët kundërshtojnë mënyrën e zbatimit, duke theksuar mungesën e transparencës dhe të masave sociale. Deri më tani, Bashkia e Durrësit nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për kërkesat e familjeve për strehim apo bonus qiraje.